pak para se me hangër iftar, ose edhe masi ke hangër iftar, do më thënë ke hangër hurmën tane ose ujnë tanë, është mirë me ba dua, me ba lutje. Lutesh, është vakt që Allahu Azze wa Jall nuk i refuzon lutjet e robit tina, në qofë se ban dua pak para se me ba iftar ose gjatë barjes të iftarit. Do më thënë, pin pakuje dhe vazhdon doan tane e vazhdon lutjen tane, kjo është hajër shumë i madh. Ky vakt është jashtëzakonisht shumë i mirë për dua, e qysh nuk është i mirë kur një rob tan ditën e ka agjëru për hir të Allahut Azza wa Jall, e tani i lutet Allahut Azza wa Jall. Kjo është shumë kohë e mirë e duas. Koha tjetër që po kam qef më ja u kujtu muslimanëve është në kohën e syfyrit. Do të thënë, syfyri është në pjesën e fundit një tretës natës. Do të thënë, një treta natës është në përgjithësi shumë e mirë me ba lutje. Thot Allahu Azza wa Jall, a ka dikush që lyp mi afal, e t'ja fali? A ka dikush që i lyp diçka, e t'ja hepi? A ka dikush që kërkon diçka, e t'ja hepi? Kështu që banu prej atyne që e lutin Allahun Azza wa Jall në kohë të syfyrit. Do të thënë, prej kur qohesh deri kur të përfundosh syfyrin tan, edhe mas syfyrit tan deri të falë sabahin, rri gati lutjes, edhe në qoftë është pak. Lutu me lutje nështë atë shkurta, po të mdhaja, si ko për shambull, Rabbena atina fid dunya hasanatan, wa fil akhirati hasanatan, wa qina adhaban nar. Kjo është dua e përgjithshme, ana të mira në këtë dunja, ana të mira në ahiret, runa për zjarmit xhehenam, do të thonë, të mirat e dunjas edhe të ahiretit i përfshin. Elusëm Allahun Azza wa Jall mi ja u lehtësu.